Kudo që shkoj, unë gjej një Shqipëri të injoruar. Isha në Kruj. Kruja sa është nga Tirana? 30 kilometra, 20 kilometra. Një nuk sere më thot, në treg. Doktor thot, problemi me i madh janë problemi fëmijëve. Po çfarë problemi keni zonjë? Nuk ka kopsht, nuk ka çerdhe. I gjithë qyteti kishte vetëm 2 kopshte. Zbrita në fush Kruj, një biznismen, të cilit i shprehëndërimit më të madh, Muhamet Hoxhaj, 300 punëtor, një kopsht falas për punëtor. Një kopsht falas për punëtor. Pra, ky është një injorim i përgjithshëm. Kuksi i injoruar, investimet në Kuks, mezi përfunduan 10 kilometra rrugë për në Shishtavec. Ndërtuan urën, e përjashtuan Kuksin nga trafiku. Krimi shëmtuar, për ty në Kuks, do të sillësh rrotull dalish ka mrapa. Turpi të mbulofte Edi Rama me këtë akt. Nuk kam pa unë kund, nuk mund bësh kurti një qytet, t'ja mbylli shhyrjen dhe të vinë tjerë të futën nga mbrapa. Si mund të veprosh në këtë mënyrë? Dhe pse projektet tua 30 milion euro ura, 13 milion euro ka kushtuar e Bunës, e cila hapet për të kaluar anijet. 13 milion euro. Pra, 2 herë më e kushtueshme se kjo. Se ka mekanizmin, hapet në 2 anë. Kurse kjo ky ndal para, dhe pastaj vendosi traun. Ju ja fjalën e nderit se hyrja juaj do të jetë madhështore, se trau do hiqet javën e parë, se s'do paguani as 100 darë. Jo as 100 darë. Dhe se Kuksi do përsëris prap premtimin tim. Do ketë një nga pallatet më të bukura të sportit në Shqipëri. Ju garantoj se potenciali juaj i jashtëzakonshëm turistik, dhe u them unë ju, nuk ka zonë me potencial turistik më të madh se sa Malet e Sharit, Korabi dhe gjithë to bjeshk. Pra, do bëjmë gjithçka për turizmin malor, ku jo ata që thotë Edi Rama, por çdo emigrant dhe jo emigrant që do të investoj në turizmin malor, do jetë 8 vite pas një taks.